si pas koncepteve votoni 5 mirupafshim, kurse deputeti i listës së hapur janë po marrë qarkun e Tiranës, 37 burra dhe gra, djemë dhe vajza që janë futur në fushë betejës duke e ditur që shumë pak prej tyre do të arrijnë në fund. Po, por të bëm përshtypje fakti që në listën e hapur, për shembull, ka emra anonime, emra që s'kan asnjë kontribut, asnjë lidhje. A është ky mekanizmi për t'i përfshirë të rinjt në hapësirat e politikës institucionale? Çdo njeri duhet të kërkojë mënyrën e tij për të folur për kohën që jeton. Në qoftë se sipas meje, sepse unë mbaj mend për shembull kohën kur keni ardhur ju në Partinë Socialiste dhe mënyra se si u faktorizuat duke hyrë në det vetë. Luan, ne u futëm në det, bile u futëm detit në këmbë. Unë isha kandidat... Pa varg shpëtimi nga pas. Pa varg shpëtimi. Dhe pa horizont, mund duke parë dallgët e pafund. Ta them unë, vendimarrja ime ishte do futem, do bëj detyrën time, do vazhdoj studimet. Kur më thanë që jam zgjedhur deputet, jam habitur. Sepse, sinqerisht, nuk isha marrë shumë me detajet se çfarë do prodhonte ai sistem zgjedhor dhe kush ishte kuptimi i renditjes në listë. Ne fituam vetëm 6 zona elektorale në vitin 92. Unë isha përballë me Beni Mamin në Tiranë, në një nga zonat më të vështira të Tiranës, dhe kam dalë i dyti pas Fatosit nga pikpamja asaj që bëra si angazhim elektoral. Do të thotë që e nxora zonën nga e parafundit në të dytën. Dhe kjo fal një strukture partijake fantastike. E pa imagjinueshme. Domethënë, ata që kishim ne me vete, i kishim me vete dhe kështu mbetën garda dhe kocka e PS-s derisa fituam referendumin e vitit 94. Pastaj, pas ju fituar referendumin vitit 94, do t'jemi sinqert. Në fakt kishin fituar më herët zgjedhjet lokale të 92-shit. Po, e vërtet është. Por ajo u konsiderua, u fituan fshatrat, nuk u fituan qytetet, pra, kryeqendrat e mëdha, u fituan nga Partia Demokratike. Dhe fshati lëshoi një sinjal shumë të fortë, ta quajmë kështu tradicionalizmi. Dhe ne nuk ishim ende gati për atë lloj fitore, ne mbetëm të habitur nga fitoria dhe kuptuam se çfarë refleksi ishte tek votuesit. Kuptuam sa e majt ishte shoqëria, morëm zemër dhe filluam një betejë parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste të 92-shit, ku kam pasur nderin të jem dhe sot jam i fundmi i mohikanëve, sipas meje ka qenë ndër grupet që rikrijoi nga e para Partinë Socialiste dhe mendoj se mbetet në historinë e PS-s grupi më i mirë parlamentar. Ishin vetëm 37 deputet, por ishin sa për 370 në atë parlament dominuar nga revanshizmi. Shkolla ime më mirë politike. Po sot, Pandeli Majko në listën e hapur, në garë me kolegë të ti brenda së njëjtës parti. Nëse unë do isha në listën e mbyllur, sot ti do më bëje një pyetje ironike. A është e kuptueshme që ti, zoti Majko, të futesh në parlament duke qëndruar mbi shpinën e këtyre trive që po bëjnë betejën në pikat më të vështira, në zonat më të vështira të qarkut të Tiranës? Mos më thuaj se nëse do kisha alternativën për të zgjedhur, do e kishe zgjedhur vetë listën e hapur. Jo, kjo do ishte pyetje e vështirë. Po do ishte pyetje. Mos më amohokte, kjo do ishte pyetje. Dhe sot unë jam në zonën më të vështirë, jam në listën e hapur dhe besoj që atë që tash në fillim fare, jam duke bërë atë që kam bërë në 92-shin. Duke mbrojtur njerëzit e mi. Dakord jam unë, por sot në listat e kandidimit për deputet të Partisë Socialiste, nga gjitha jo masë e madhe njerëzish, intelektualësh, politikanësh të angazhuar me atribute përfaqësimi në pushtet, ju jeni i vetmi ish kryeministër që kandidon dhe Partia Socialiste, një të vetëm ish kryeministër mund të ambante në ballin e listës së vetë për Tiranën edhe si shenjë respekti për historinë e Partisë Socialiste. E vërtet është, por përpara se të jem ish kryeministër, jam Pandeli Majko. Edhe më preferoj që të jem njeri pastaj titull. Po nuk e ndan dot veten nga kjo gjë, Pandi. Sa do të përpiqesh të thuash jam Pandi, Pandi në fundit është një kryeministër, 2 herë kryeministër i vendit, dhe në momente decisive të historisë. Jo, në fund mbetesh Pandi. Të pyeta, po nuk më dhe përgjigje, rruga e faktorizimit dhe afishimit të rinjve në politikë, është kjo rruga për t'i futur në listën e mbyllur, që të punoj Pandi
me Erion Braçen dhe me të tjerë në listën e hapur që ata të bëhen deputet, pas një angazhim, pas një kontribut, pas një lidhje me Partinë Socialiste? Tani, ne nuk kujmë pse i kryqëzojmë deputetet e Jo, po pyes. deputetet e listave të sigurta, sepse dhe ata janë duke punuar, duke vepruar në disa zonat caktuara elektorale. Kështu që në këtë këndvështrim, dhe ata janë duke bërë betejën e tyre. Ata e kanë më të thjeshtë, më të lehtë, në sensin e marrëdhënies me qytetarët, dhe për shkak se votohet, ndarja apo fushata i takon deputetëve të listës hapur. Tek ne është një mërzi, tek unë paktën, është një mërzi sepse unë duhet konkurroj me kolegët e mi. Dhe është tek të gjitha, unë kam takuar disa dhe të tjerët e kanë këtë problem. E kemi. Dhe shumë njerëzore. Konkuron Pandi me Erion Braçen, kush merr më shumë vota për të qenë i pari apo i dyti në listë? Nuk i kam shkelur asnjëherë në njësinë 5.